Përshëndetje, këtu jemi të agroturizmi Nëna Dashuri. Ky agroturizëm lindi si ide për të rritur sa më shumë të ardhurat në familje dhe për të shtuar sa më tepër një atraksion për Dibrën dhe për vendin tonë. Ky është një biznes familjar ku punojmë unë, bashkëshorti dhe fëmijët e mi. Këtu shërbejmë më tepër gatime tradicionale tipike të Dibrës, ku turistët vendës dhe të huaj janë shumë të kënaqur me gatimet tona. Kemi edhe përveç pjesës së gatimit, ne kemi edhe pjesët akomoduese të hotelit, ku e shijojnë natën në një ajër të pastër dhe në një peizazh të bukur ngrihen në mëngjes gjithë turistët, duke na falendëruar për këtë arritje deri tashmë. Agroturizmi jonë në veçanti shquhet për gatimet tradicionale, nga këtu kemi edhe produktin kryesor juftën dhe trahanan dhe shumë produkte të tjera që ne i prodhojmë kryesisht nga ferma jonë, por pa na shkaluar edhe marrëdhëniet të ngushta që kemi me fermerët, ku ne nuk na plotësohen të ardhurat për lëndën e parë, si domethënë qumësht, vezë, fshati, miell, gruri, ose dhe shumë fruta, në qoftë se ne nuk na plotësohen të ardhurat tona. U bëj thirrje gjithë të rinjve që të bashkohen dhe të rikthehen në vendin e tyre për të investuar sa më shumë dhe për të ngritur ekonominë e vendit tonë dhe për të ecë përpara. Vendi jonë, pse një vend i huaj të çojmë kohën dëm për të investuar diku tjetër.